Një ditë pas aksionit të SPAK në Shkodër, agjentët e hetimit i kanë sekuestruar celularin kryetarit Bashkisë së VAU të Dejës, Kristian Shkreli. Përmes burimesh Vizion Plus mëson se ajo është vënë nën hetim për korrupsion në zgjedhje në favor të Partisë Social-Demokrate të Tom Doshit. Për këto zëra, Shkreli reagoi duke thënë se është i gatshëm të bashkëpunojë me autoritetet për çdo hetim të mundshëm. Unë jam në krye të detyrës. Unë jam i gatshëm për bashkëpunim me të gjitha instancat shtetërore dhe ato të bëjnë punën e vet, ne po bëjmë punën që na ka votu populli dhe kryjmë detyrat që na janë dhënë dhe na janë besuar nga populli. Jo vetëm SPAK, por edhe prokuroritë e rretheve kanë qenë aktive gjatë parlamentareve të 11 majit. Të mërkurën prokuroria e përgjithshme njoftoi se ka regjistruar 87 kallëzime për krime elektorale. Për këtë çështje janë angazhuar disa institucione për të parandaluar veprat penale të lidhura me zgjedhjet. Në të 12 qarqet u vendosën prokurorë të posaçëm, agent të Byros Kombëtare të Hetimit dhe forca policore.